Aksi rrugor Jonus Çuçi 7 Kroj që lidh lagjen 11 janari me zonën e Meçites me një gjatësi prej rreth 800 metrash. Falë zbatimit të projektit të mobilitetit urban, tashmë ofron një segment rrugor me të gjithë parametrat e nevojshëm për qytetarët dhe turistët që vizitojnë këtë zonë. Ky segment ndodhet në lagjen Meçite të qytetit të Gjirokastrës dhe tashmë ofron një infrastrukturë me pamje ndryshe, pra më të përmirësuar. Si kemi qenë përpara, ne e dim. As makinat, as këpucët nuk në rroni pale të tjera. Se jemi dhe moshe tretë atë shef, faleminderit të gjithve që munduan dhe bën gjithë këtë sakrificë. Turistët, po, paketër, të gjithë kalojnë. Rruga duket shumë mirë, ju lumë shiduart, rruga mbaroj, ka lezet, makinat po për bukuri, këmsorët, trotuaret po mbaruam, edhe ndryqimi vetëm duam që të na vënë stola të vënë anë mba në rrugës që të ulen pensionistat. Kjo ka zgjatur 2 vite, ka filluar në korrik 2023 dhe ka mbaruar tani qershor 2025. Vlera e projektit është 302 milion me TVSH, e cila ka parashikuar të gjithë sistemimin e shtresave të rrugës, të trotuareve, kanalizimeve, ndryqimeve e të gjitha. Dhe një parkim që është bërë në zonën lartë, pastaj dhe ndërhyrjet në pjesën e kaldrëmeve. Gjatësia rrugës është 800 metra. Atëherë kjo jep një arterje të re Gjirokastrës për zonën e turizmit, që do jetë një akses i ri që parashikon që të vinë turistat parkojnë të parkimi, pastaj të shijojnë të gjithë zonën muzeale në këmbë, zonën e kaldrëmeve që ngjiten të sheshi Çerçizit, për nga poliklinika dhe për nga zona zerfikseve. Me përfundimin e këtij aksi rrugor tashmë edhe distanca nga aksi kryesor drejt zonës muzeale shkurtohet së tepërmi, duke krijuar kështu lehtësi për banorët dhe vizitorët.